Përshëndetje. Mirë, faleminderit shumë që gjetët kohë, të merreshit me mua, domethënë të më prisnit. Pra keni shprehur dëshirën për të bërë qytetar hollandez? Po, patjetër e kam të nevojshme të bëhem qytetar hollandez, më duhet të bëhem qytetar hollandez, ndjehem qytetar hollandez. Emrin e keni një lloj siç e keni të shkruar këtu, ëh? Ismet, po, Drishti. D-R-I-S-H-T. Sakt. A keni ndonjë pseudonim ose ndonjë emër tjetër që ju kanë thirrur që ju thrasin? Po, Isi, Meti, Meto, Hys, kanë tentu 2-3 herë Manjola, nuk e kam kthy kokën, nuk kam përgjigj, këto. Okej. Ismet, sa vjeç jeni? Shiko, mos e ndjen siklet fare, mos e çaj kokën fare për ndjenjat e mia, si mund të ndjehem unë, vetëm më thuj të vërtetë. Sa dukem tamam kështu domethënë. 50? Po në fakt, kërkoj falje. Ke drejt. Shumë i saktë. Hollanda ka zyrtar të saktë. Shumë i saktë. Seks? Po më pse jo? Sot, nesër, kur du, po diku tjetër. Jo, se më keq kuptuar. E kisha fjalën mashkull apo femër? Përgjithësi femra. Kur je hall, çat jetë fund. Ashtu. Ngjyra e syve? Më thuaj të çfarë ngjyre ke? Kafe errët. Je fantastik. Je shumë i dashur. Faleminderit. Je me të vërtet shumë i dashur. Faleminderit. Edhe keni sy shumë. Faleminderit. Vazhdojmë. Keni dy smeralde. Faleminderit, të lutem. Smeralde të gjetur në një vart, në një. Vazhdojmë. Të lutem, vazhdojmë me intervistën. Dashur ti laja me lot. Ndonjë krim të kryer? Jo, me sa di unë, krem, nuk përdor. Ndonjë marrëdhënie me krimin e organizuar? Tani nga marrëdhëniet që kam patur, nëse ndonjëra ka qenë kriminele, po unë nuk e di, pa dijenin time. Nëse ka ndonjë marrëdhënie, pastaj ne jetojmë mes të krimit të organizuar në Shqipëri, siç e dini, kështu që mund të kemi marrëdhënie, nuk i kam. Jo në dijenin tuaj, domethënë. Jo. Okej. Na duhet një fotografi për dokumentat. E keni me veten ndonjë? Që jeni goxha fotogenik. Matje mund të them që jeni më bukur në foto se sa origjinal. Ma thonë, që je fotogenik del mirë. Përdorni Photoshop? Po, patjetër, kush nuk përdor Photoshop, gjithmonë sa herë dalim pak me Photoshop. Edhe disa miqtë e mi më thanë edhe për dhëmbët, më thanë ai ke të tuta, apo i ke dhënë për Halloween. Shumë bukur. Mirë, meqense ti ke shprehur dëshirën për të qenë qytetar hollandez, unë duhet të bëj disa pyetje në lidhje me disa njohuri, me disa çështje që duhet t'i di çdo qytetar hollandez. Normal jam gati. Dhe le ta fillojmë nga baza, nga himni holandez, a mund ta këndosh pak himnin holandez? E dini besoj. Po, ta këndo pak sa. Italia, celesta. Ky është himni I Italisë. Himnin e Hollandës. Ke drejt nuk më provokuat. Jo, problemi është me qenë se jemi komshi, kemi parë shumë televizor italian. E prandaj është fiksu. Patjetër, e di. Hollandez. Marsho.
Ky është himni i Francës. Tonim himnin holandez. Të na mundësive. E dini apo nuk e dini? Po tjetër ka marrë që nuk e di. Është ai himni që këndojnë kur dalin futbollistat që luajnë futboll kombëtarët që vendoren zemër. Po. Ka të bëjnë me mbretin Wilhelm. Po, shumë e drejtë. Falë që ndërpres, zoti Smet, pse nuk po e këndoni? Ata thëmë vërtetën. Po, se. Kjo është e rëndësishme. Mu më duket sikur do ta prish, po ta këndoj me zërin tim. Është kaq i bukur, është kaq hyjnore i himn, sa që zërim kam frikë se vetëm e prish po ta lëshoj. Keni të drejtë. Do i nga brenda. Keni shumë të drejtë. Mirë, le të kalojmë. Po. Sa është numri i deputetëve të zgjedhur në Parlamentin holandez? Më fal, një sekond. Lutem më fal, se po të halloj nga koha e çmuar që keni, po. Thoni ç'të doni. Si të zgjedhur, domethënë, Që në Holland akoma zgjidhen deputetë. Normale, zgjidhen si zgjidhen në gjithë botën. Populli sovrani zgjedh deputetët, zgjedh përfaqësuesit e tij në parlament. Kështu ndodh në gjithë botën. Jo, kjo është modë e vjetër, jo tek ne në Shqipëri, jo. Në Shqipëri nuk zgjidhen deputet, zgjidhen ai kryetari i partisë, bën një listë me deputet, i futi thes, grup deputetësh dhe ti zgjedh thesin, voton për thesin, o thes mavi, o thes blu, thes i shumë, thes çam, thes leseisist. Pra do të thonë, ne zgjedhim thas, nuk zgjedhim njerëz. Kupton, ne është thas, kupton deputet më. Unë prandaj po çuditem si zgjidhni ju akoma deputet. Jo, ne kështu e kemi, megjithatë, mënyra, gara si zgjidhen deputetët e di në Holland, jo në Shqipëri. Gara si zgjidhen. Garë noti. Jo. Me çfarë gare zgjidhen, domethënë? Garë Formula 1-s. Jo. Me garë, me hedhje pështyme, kush e vut më? Jo. Me garë. Po. Zgjidhen me garë. Po. Deputetët në Holland. Po. Me një garë shumë të neshme. Po. Shumë të sakt. Bravo i qoftë Holland. Bravo Holland. Bravo përbes. Po, kjo është e vërtet. Bravo, ndjem holandez, me vërtet. Bravo Holland. Më bëhet qefi. Bravo. Më thuaj disa simbole të Hollandës. Simbole. Po, gjëra që simbolizojnë Hollandën. Simbole. Po, simbole. Simboles Hollandës. Të Hollandës. Prostitutat, dritat e kuqe. Semaforët e kjo. Jo, rrugica me dritat kuqe ku dalin ato zonjat nderuar atë të zhveshura. Dhe një simbol tjetër, Hashashi. Është me vërtet që është një simbol i adhurueshëm. Tulipani. Holanda? Ka dhe Holland tunelin që është në New York. Holland tunel që kalon poshtë lumit Hudson River. Është ai lumi që ndan Manhattanin në New Jersey. Është Holland Hotel. Simboli Hollandës. Simboli Hollandës është... Nëse kalojmë diçka tjetër, më mirë. Kalojmë diçka tjetër. Unë ndjem holandez. E kuptoj, duket. Cilat janë 3 kolonat e shtetit holandez? Këtu duat më përgjigjesh saktë. Po. Unë ndjem holandez. 3 kolonat e shtetit dihet janë kolonat e stadiumit Qemal Stafa që u prish. Universiteti, kolonat në Durrës, janë kolonat e Shallvareve dhe kolonat e Pazari. Nuk e di për çfarë po flet, po Po ndjem holandez. Ndjem me vërtet holandez, ndjem mjaft mirë. E kuptoj. Më duhet Hollanda. Me që ndihesh, a fitova, me që ndihesh holandez. Po. Cilat janë 3 përgjegjësitë e një qytetari holandez? Çfarë duhet të ketë detyrim qytetari holandez që të bëjë? Je shumë i dashur. Faleminderit. Me vërtet ke sy shumë të bukur.
Faleminderit. Si Smeraldi ke. Vazhdojmë të lutem që të mos humbasim edhe kohë. Detyrat e qytetarit janë të mbroj mbretreshën dhe mbretin. Patjetër. Nuk e kuptoj për çfarë lloj arsye ta mbroj, po ta mbroj. Të mbroj bimën simbol të Hollandës, Hashashin. Mbroj ato zonjat e nderuara prostitutat, kam idenë. A jam në rregull? Unë besoj se. Okej, na thoni dot ndonjë emër të kabinetit holandez, nëse keni informacion, kupton. Kabinetit qeveritar. Ne i themi edhe banjë. Kabinetit qeveritar. Patjetër. I dini këta. Van Basten. Ruud Gullit. Van Nistelrooy. Van Persie. Relevant de Kerkhoff. Willy van de Kerkhoff. Janë vjetër këta. Mirë. Unë ndjehem holandez, do të besosh, do të kuptosh. E kuptoj. Po më mirë prisni besoj si qytetar. Bima që përfaqëson Holandën. Hashashi. Jo. Tulipani akoma? Hashashi. I mirë pritur në Hollandë. Mirë se të Më vjen. prit Hollandë se erdha Hollandë, erdha të mi marrë përvoj do marrë, përvoj, eksperiencë do marrë. Kaloni me sekretarin që për procedurat e tjera. Sekretarin? Po. N. A, N, okej. Po. Faleminderit.